Një mësues i mirë definitivisht ndikon apo jo në rrugtimin tonë në përgjithësi, qoftë arsimor, po edhe në sfera të ndryshme të jetës. Një mësues i mirë ndikon dhe bët frymëzim gjatë gjithë jetës tonë. Nëse ka qenë i mirë dhe ndoshta sot edhe nuk jeton, kemi nga ta mësues, po për ne kanë qenë gjithmonë frymëzim. Dhe me thonë, ai mos nuk është fizikisht me ne, por me ne është çdo ditë dhe çdo ditë i kemi këshillat. Prandaj mësuesit janë një dritë shpeshherë them kudo, një fener, një tamam e dritë e diturisë dhe që ne shpeshherë gjejmë frymëzim tek to. Donika, po i afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja të dija çfarë mund na thojë, çfarë duhet kemi parasysh si një mesazh themi fundit rreth arsimit sot. Arsimi sot është një, domethënë teknika shumë sfida, shumë batica, shumë zbatica, por do kisha thënë që ne duhet të vazhdojmë të punojmë shumë, të punojmë fort, të studiojmë sa më shumë për të pas një arsim sa më cilësor dhe sa më të mirë për ne, për vendin tonë, për këto gjenerata që janë tash dhe për ato që do të vinë. Të punojmë tani për gjeratat e ardhshme, sepse nuk bëhen gjërat e bukura sot për sot.